Mirëmbrëma të nderuar teleshikues të Fox News. Mirë se vini në emisionin Pa Kollare. Unë jam Urim Tusku dhe së bashku me mua në studio janë edhe dy kolegët, Dritan Laci, mirëmbrëma Dritan, faleminderit që jeni pranishëm, dhe Reldar Dedaj, mirëmbrëma Reldar, faleminderit që jeni pranishëm. Të nderuar teleshikues, në mbrëmjen e sotme ne do trajtojmë si temë çështjet e aktualitetit politik, pasi java që sa po mbyllëm, pothuajse e gjithë vëmendja e opinionit publik në Shqipëri ishte përqendruar tek listat e zgjedhësve. Ishin lista të cilat ndoshta dikënd e befasojnë, ndërsa të tjerët ishin lista që edhe i prisnin në fakt, për shkak se duhet ose duhej për partitë politike që të kishin besimin e kryetarit dhe kjo mjaftonte për të hyrë në listat zgjedhore. Me sa duket, kryetarët e partive politike, qoftë ato të partive të mëdha, por edhe të partive të vogla nuk u kujdesën as pak që të mendonin se çfarë mendojnë zgjedhësit, a janë ata të kënaqur me këto kandidatura, por i përcaktuan dhe i bën siç deshën vetë. Paktën ky është opinioni im paraprak. Nuk e di të nderuar koleg, ditën e sotme ne u bë pothuajse 3 ditë nga mbyllja e listave. Po e filloj me ty Dritan. Çfarë kishin të befasishme për ty këto lista, apo ishte thjesht një proces rutin, si viteve të tjera, thjesht kanë kaluar 4 vjet edhe nuk shohim as risi dhe as rinovim të politikës, pavarësisht se trumbetohet dhe thuhet me të madhe që ka risi dhe ka rinovim. Shiko, fakti që spektakli i listave u mbylli një kohë shumë të shkurtër, pra pate butaforinë apo pate lloj zhurme që kanë zakonisht emrat, pra portfolja e tyre, komentimi i tyre, dhe në një lloj pritshmërie se cili do jetë parlamenti i ardhshëm, tregoi domosdoshmë që në fakt këto lista, emrat që kishin brenda, ishin lloj shtrepëzimi i ideve dhe i vetë partive, flas për partitë kryesore në Shqipëri, dy të mëdha. Pra një listë deri diku infertile, e shartuar midis besnikëve të partisë, të cilët tashmë janë kthyer në një istikam dhe nuk lëvizin nga aty, por edhe një lloj liste tjetër me njerëz komplet anonim, ose anonim për ne, domethënë që ndjekim zhvillimet e ditës në kuptimin në politik, social, e kështu me ekonomik, e kështu me radhë. Pra emra që vetvetiu nuk thon asgjë ndryshe. E njëjta gjë e cila në fakt u pa edhe tek listat e atyre që janë partitë e reja, pra portej ati që është numri 3 apo 5, le ta marrim kështu, ku këto parti mendojnë që mund të shkojnë ose mund ta kalojnë pragun për të hyrë në parlament në kuptimin e numrave të deputetëve, emrat e tjerë janë pothuajse nuk thon asgjë për elektoratin. Pra ka një dëm madh anonimat. Duket vizatohet anonimat, nuk ka domosdoshmërinë të jesh i pranishëm në publik. Duket sikur është një nevojë thjesht për të çuar një listë atje me 30 apo me 50 emra, për të mbushur këto 12 qarqe në vend dhe deri këtu mbaron e gjithë ideja apo i gjithë krijimi i këtyre partive. Përtej kësaj duket se nuk ka asgjë tjetër. Pra sikur unë të isha në një format drejtuesi informati televiziv, duke marrë gjithmonë këto prime time që kanë qenë 2 ditë të fundit. Dhe ku ishin pranishëm dhe kryetarët e këtyre partive të reja. Dhe sikur ti pyesja për në mënyrë selektive, të kisha vënë gishtin te njëra prej listave. Edhe tek një nga emrat atje midis numrit ta marrim kështu 27, 42 apo siç i bën edhe ta pyesja këtë kryetari, domethënë njeh kandidatin që ke ti po ja hedh ose ja ke hedhur këtij elektorati, dhe ka edhe si ofertë, kam përshtypjen domethënë që neve me gjithë respektin që kam për profesor Parim Kabon, për dijet e për gjitha, do më duket si ajo loja që ai bëri me ato gjyqtarët atje parlament, të cilët në vetnikun, të cilët i vuri përballë disa pyetjeve që dukeshin ndonjëherë sa të thjeshta, por shumë të koklavitura për këta gjyqtarët. Pra në kuptimin domethënë që këta njerëz të cilët janë sot në lista
Unë nuk do doja, por për fat keq ne duket se do shkojmë prapë atje, që në CV-n e tyre, nesër nëse do bëhen dikush për tyre do bëhet deputet, do ketë të shkruar njoh shumë mirë Microsoft Wordin. Siç e kanë shumica e deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë sot që po flasim. Dikur konsideroj vlerë, ndërsa ditët e sot sotme është anë komike. Është komike, një butafori domethënë që Reldar për ty si të duk lista përbërëse të gjithë partive politike. Sa i përket Partisë Demokratike po e filloj, sepse këtu do të ishte efekti i surprizës. Unë mendoj që është një listë e vërtetë. Them e vërtet në aspektin që Sali Berisha ka krijuar një arall emrash ku skicon mendimin e tij për të ardhmen e Partisë Demokratike. Pra, është një parti, është një listë kandidatësh për deputet që Sali Berisha me datë 12 maj duhet të bajë mbi shpatlla ose mbi kurriz, qoftë suksesin apo humbjen e Partisë Demokratike. Nuk ka më justifikim, është përcaktuar edhe në statut. Nuk ka më justifikim asnjë lloj veprimi tjetër përveç se mbajtja e përgjegjësisë, qoftë për mirë, qoftë për keq. Sepse gjithë bien dakord që emrat e propozuar në listën e Partisë Demokratike janë ata që përfaqësojnë mendimin dhe vizionin, qasjen, objektivat, pritshmëritë që ka Sali Berisha për Partinë Demokratike, qoftë edhe interesat e tij. Pra, kjo listë emrash i përkufizon gjithë interesat dhe qasjet që ka Sali Berisha, jo vetëm për Partinë Demokratike, por edhe për shoqërinë shqiptare. Ishte një listë e komunikimit politik? Nuk ka justifikim një mesazh, përcjell një mesazh? Ishte pa diskutim, kur them interesat, skicon gjithë mendimin ose gjithë emrin Sali Berisha. Besoj është dhe kjo çfarë është dhe mesazhi politik për mbështetësit e tij, për simpatizantët e Partisë Demokratike dhe për të ardhmen. Nesër se si do i qasën këta shoqërisë shqiptare. Kjo është një listë e vërtetë, një listë parimore. Unë nuk them se nuk është një listë parimore. Nuk jam me këtë. Duke parë kontraditën që ka Partia Demokratike prej 3 vitesh, e vendosur gjithmonë në objekt të sulmeve, si brenda partisë si edhe jashtë partisë, duke parë konjunkturat politike që morën revansh brenda Partisë Demokratike, Sali Berisha kishte shumë të nevojshme. Pikës pari, për të forcuar partinë dhe për të krijuar leadershipin e tij të padiskutueshëm. Kjo listë deputetësh, kandidatësh për deputet, e përfaqëson më të miri këtë vizion. Tani, a ka element të ri lista? Pa diskutim që lista ka element të ri. Kur thua listën ke parasysh vetëm pjesën e mbyllur të listës apo të hapur? Pjesën e mbyllur. Për pjesën e mbyllur do diskutimi. Beteja dëgjoj. I gjithë pakënaqësitë, gjithë tensionet, gjithë rrudhjet, gjithë ankthi i krijoi lista mbyllur. Lista hapur lëviz për 30 pozicione. Në total. Sepse 94 në mos bëjnë mbyllur. Janë të mbyllur. Tani Unë nuk e ndërtoj analizën time për 30 vende. Pra çfarë gare është kjo nëse 90 deputet? Kjo është sepse ajo para të në zgjedhje. Problemi që do se nuk i fusin vetë. Le ti ndajnë dhe ti fusin. Këtu është paradoksi. Tani shoqëria shqiptare, duke dhe gjithë analistët, gjithë mediat, duke u marrë me emrat dhe kandidatët, e kupton, nuk merren ku qëndron thelbi i problemit. Dhe thelbi i problemit në shoqërinë shqiptare kemi thënë disa herë, e kam thënë dhe të tjerë para nesh, por ama duhet të ripërsëritur se ky është problemi i madh, i cili e ka zhvendosur demokracinë dhe ka shkatruar demokracinë në shoqërinë shqiptare. Është pikërisht ajo marrëveshje e 2008-s, ku 2 individ janë shndërruar në pronar të partive politike dhe kanë marrë pemë gjithë sistemin politik. Kjo është tembra e akilit. Dhe i gjithë debati, atëherë çfarë i kërkojmë Sali Berishës për pronën e tij, zotëri? Do t'i themi ne, është si për t'i thënë për të shtëpia, se nuk pëlqejnë perdët ngjyrë jeshile, po du t'i vesh perdët ngjyrë rojo, përderisa kemi planuar si shoqëri këtë sistem. Po kjo është partia është i pasuri kombëtare, nuk është partia është pasuri kombëtare, nuk është pasuri personale. Po shoqëria e ka planuar këtë sistem. Lutem tani, urim. Dhe ata deputetët që janë ka planuar pa hir. E ka planuar pa hir. Janë imponuar shoqëria. Atëherë shoqëria duhet të japi, po pa diskutim, unë e kam thënë, këta e kanë marrë peng me ligj, e kanë marrë me ligj këta. Po përderisa atëherë shoqëria duhet të reflektojë. Dhe këta deputetët që kanë ngrit kartonin, se një pjesë e tyre e kanë ngrit kartonin dhe kanë dashur të marrin qyl gjithmonë, se kjo është marrë qyl. Jo një pjesë e tyre, po ka 80% të parlamentit që nuk flet për 4 vjet. Pse mërziten këta? Madje pyetja që ngrihet është
ky lloj parlamenti që i duhet as drejtë. Çfarë do i shërbej Shqipërisë në 4 vjet të ardhshëm? Pse mërziten këta deputet? Pse mërziten? Këta që s'kan folur apo këta që kanë qenë aktiv? Këta që nuk i futin listë mbyllur, pse mërziten? Nuk kanë asnjë lloj arsye të mërziten. Përderisa pronari, as si puna pronari të thotë, nuk ke shërbyer tash. Po që nga SHPK, që nga SHPK. Po pse çfarë është tjetër? Që nga SHPK partia politike. Po pse çfarë është tjetër? Biznes interesash. Dhe të gjithë këta po futen lojë për me mbrojtje interesat e dy individëve. Atëherë duhet të reagojnë aksionerët e partisë, nëse do të paguajnë prap termat nuk është formë biznesi kjo që lista mbahet peng deri në orët e fundit deri. Edhe këtë se kanë kuptuar. Deri në momentin e fundit po çma pezull për gjithkënd. E gjithë shoqëria atë dite nuk po pikëte njëri si do dalë lista, çfarë do dalë burs. Kishte projeksione për emra të caktuar, që mos lëvizi. Mos kishte mundësi të regjistrohet diku tjetër. Për një Darsulia, në momentin e për shembull, i rritimi i Darsulis duhet i thonë faleminderit që i dha mundësinë që e çoi gjysore para, që pati mundësi të futet tek Adriatik. Sepse nuk më hap telefonin thoshte. Kishte tentuar të komunikonte me kryetarin e partisë. Dhe kjo tregon tani gjithë kriza, ne këtë analizë bëjmë për opinionin publik edhe audiencën tonë nderuar, që ta kuptojnë e gjithë problemi është tek sistemi që ka ndërtuar këtë. Ky sistem që ka ndërtuar këta njerëz dhe shoqëria shqiptare nuk duhet ta harrojë këtë gjë. Nëse ka mundësi, pak mundësi që ka ajo, duhet të reflektojë ndaj këtij problemi. Klasa politike shqiptare dhe klasa e vjetër politike shqiptare. Shoqëria ka vetëm një vetëm instrument që është vota, nuk ka instrument tjetër. Unë ja thashë ka thashë një mision tjetër. Edhe ju pse keni qenë shumë të mençur kur ja thashë, domethënë që kjo shoqëri është ka për peng nëpërmjet disa instrumente. Ganxhave, e kuptoj, nga cila vargojnë, të cilat nuk është ka shumë vështirë të shkëputet. Dhe nuk i thash më kohë domethënë që edhe po i përsëris prap, edhe për opinionin publik që po na ndjek, e kuptoj, që 700.000 njerëz sot të moshës 65 vjeç, 60 poshtë, moshë 30, nga cilët 500.000 jetojnë me nën 200.000 lekë. Minimumin jetik. Po, do duhet dalin të votojnë dhe me pahir për fëmijët e tyre që këta të mbajnë punën në administratë. U intereson status quo-ja. Pra, kjo politikë ka qenë kaq e zgjuar, kaq dinake, në këto 35 vite, që ti fusi këta në këtë lloj vargojsh, që këta të votojnë për këtë sistem, për këta kryetar partish. Si janë kufit e mbjetesës, mos ta ndryshojnë realitetin. Deri ditën kur ato do japin frymë. Dhe kjo është kapja e madhe që është bërë këtij sistemi. Dhe pse sot, dhe kush është ai, ku ka shoqëri sot që të dalin nga këtë lloj kthetrash, ku është futur? Nuk ka asnjë lloj force. Sepse realisht e bëm një bisedë bashkë që sot në Shqipëri forca aktive, pra që punon realisht në Shqipëri, është tek 700.000 gjithsej. Totali nga cilët një pjesë e mirë punojnë në administratë, pjesa tjetër pastaj përpiqen ku të mundet dhe nxjerrin bukën e përditshme. Pra një shoqëri e kapur në të gjitha dimensionet e veta. Dhe ky është problemi sot që pse këta kryetar partish as nuk kanë ndërmend as të ulen në tavolinë për të ndryshuar këtë lloj qasje. Prandaj linte detyrimi opozitës që të vinte me një imazh të ri. Po pse nuk kërkon kjo? Me energji të reja, ti vinte me ofertë. Pse nuk kërkon kjo? Dhe jo të tingullonte se kjo opozitë. Unë jam djuar, me pret ti vesh me privilegje disa njerëz. Unë jam djuar të lloj ligjërimi që kjo opozitë të merret, në këto pak në këto 4 vite, dhe ta mbërthente majorancën, pikërisht ta ulte në tavolinë, pikërisht për ta ndryshuar këtë sistem, i cili në fundit e ka futur dhe vetë opozitën në një lloj ngërçi që nuk dali ka përshtypjen as pas 11 majit. Kurse unë ndër pikë pyetjen, dhe po çon nga disfat në disfat. Pse është ky turravrap i njerëzve për të bërë deputet dhe për të vrapuar, sidomos individ të cilët gjatë gjithë kohës përgjatë 4 viteve vetëm vegjetojnë Nuk se parlamentar do thotë të artikulohesh. Njerëz që mezi bëjnë 4 fjalë bashkë që nuk i duhen edhe ata keni bërë ndonjëherë këtë pyetje? Jo, edhe ata po të pakis vëre, përveç privilegje duan të ishin me privilegje. Shiko, duan t'i bëjnë osana kryetarit. Duan shumica nga kjo shoqëri që është e mjeruar dhe e varfër, duan t'i marrin të mirat, shumica prej tyre parazituar në parlament. Shumica prej tyre pavarësisht se ka disa prej tyre të nderuar, por që kesh përballë shumicën prej tyre në jetën e përditshme, ndoshta ti nuk je fare. Nëse ata nuk prezantohen, thonë që unë jam deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, ti nuk je fare. I njeh vetë bankomati i njeh ata.
për gjatë katër viteve, i njeh ata që japin dietat, i njohin ata të cilët u japin lehtësi, shtëpia, çfarë kanë këto lehtësi dhe prandaj kanë një turra vrap për të vrapuar dhe për të bërë hosana kryetarit. Dhe shumica prej tyre i bëjnë nisbet këto pensionimit të tyre. Asa ti pensioni që do marrin privilegjuar që do marrin në pensionimin e tyre. Edhe ligjin e kanë bërë ashtu të tillë. Po, sigurisht. Imagjino çfarë individësh parazitik që janë, që vetëm mendojnë pensionin në vend që energjitë e tyre t'i kultivojnë dhe t'i çojnë në një dimension tjetër, por mendojnë deri kur të dalin në pension se çfarë pensioni do të marrin. Imagjino çfarë mendësie Dhe kanë ata që e përmendin kështu, e përmendin fare zakonisht të gjë, që un kam një pension të mirë. Kam një pension të mirë si një drejtor drejtorie, më thoshte një ish deputet një ditë, çrëndsi ka që e kanë sistemuar sipas vetes vet. Nuk e di identikiti, dalim tek identikiti i deputetit. Nuk krijohet kurrë autoriteti ose autoritarizmi siç e kanë kriju përgjithësisht vërtetës të dy, si qoftë Berisha, qoftë Rama, por qoftë edhe Meta, pra gjithë këta liderat e tranzicionit shqiptar, nuk krijohet dot nëse nuk fut njerëz që kanë një identitet të modest ose nën modesti. Po këta janë në nivelin e shoqërisë përgjithshme për sa i përket formimit. Janë në nivelin kulturor që ka shoqëria mesatare. Po duhet i themi shqiptarit mesatare. Po. Totalisht janë në nivelin kulturor. Po ti shohësh, po ti lesh, nëse nuk ja u retushon dot statuset në Facebook, ato mund të bëjnë në 3 fjali mund të bëjnë 10 gabime ortografike. Këtë po them pra që nuk kanë ortografike kuptimore, mos e gaboj. Ato muhabet tjetër. Po këta janë manekin pas parlamentit, këta janë manekin parlamentit. Ka një problem. Ato nuk ka lidhje kjo, se kjo është domethënë kur thuk kështu e po sikur pa besueshme. Po le t'ja lëm inteligjencës artificiale ta bëj këtë punë, sepse do t'ja bëjmë pse të shpenzojmë me deputetët. T'ja lëm inteligjencës artificiale në perspektivë, sinqerisht. Atëherë po më lind mendimi që inteligjenca artificiale mund ta bëjë më mirë, të programohet, të jetë e pranishme në parlament. Kam përshtypjen që do kem ndërgjegje më të thellë, ta kritikojnë liderin e vet, pavarësisht sa ai mund të shkojë ta thojë. Po, është gjatë, themi diçka. Është dhimbshëm kjo që do them. Po. Është edhe e turshme edhe për mua, si drejtan. Në kuptimin e formimit tim, jetës që bëj, sigurisht për balljes që familja ime apo shumë familje tjera kanë pasur me regjimin komunist në një farë mënyrë, që të them sot që kuvendi i Shqipërisë, ai që do vi, edhe ai që ishte, edhe ai që ka qenë më parë, është më i dobët për sa i përket emrave, se sa kuvendi i Republikës Socialiste të Shqipërisë. Pavarësisht sa i kuvend në atë kohë. Ishte formal, ishte dogmatik. Po, ishte i vërtetë. Ishte dogmatik. Në formalizmin e vet, ishte figurë elitar. Po pra, elitar, nëse unë do marr emrat asaj periudhe. Pavarësisht ato ishin intelektualë të prodhuar nga ajo lloj fabrike. Po flasim për Spirkataren, për aktorin Deli Ryska, aktorin Rishat Arbana, e shumë e tjera. Kishte aty edhe shofer, pararoj, që viti 75 punonin për vitin 2020, për të kapur planin e vitit 2020. Po kjo ishte për efekte të dogmës së propagandës atje. Nga filozofia. Po, kishte atje, po flas në tërësinë e vet. Ai kuvend ishte ku e ku, pavarësisht ata shkonin atje herë në muaj se kur I thriste. Po parlamenti I viteve 20-30. Ka bërë elitarin e madh, ku ishte Gjergj Fishta, ishte Fanoli, kur mbante fjalin Fanoli me kabinetin e pypave, kur thoshte për shembull të retorikë në nivelin të lartë. Fjalimi Fanoli në kuvend sot e kësaj krijuan vetdijen, ato ishin njerëz që krijuan vetdijen kombëtare, lutem. Pesë monarkit. Mos I fusin me këtë gardin e këtyre, mos I përzin tani. Se kjo është jo super përzin. Po të kishim një deputet në studio për atë do ta pyesja, për parlamentin e viteve 20-30. Edhe do t'i thoja më thoj 5 figura dhe do ta kaloja për të vazhduar logjikën e Kabos. 5 figura të parlamentit e viteve 20-30. Për çfarë u bë një orë Fanoli, cili është fjalimi I famshëm I Fanolit në kuvendin e Republikës? Po. Të asaj periudhe. Ma thuaj. Nuk e din. Tani ai tjetri tha do të rratha do të zgjopte në shpull ata. Sot është në listë. Ky është një regres I frikshëm I shoqërisë shqiptare. Imagjinoni ju marrim individ I vëmë në për lista dhe do jenë ata që do na miratojnë ligjet nesër pas nesër dhe ata qorrazi mund votojnë çfarë të thotë kryetari I shumicës dhe se si do të vendos shumica. Po ky është shqetësimi. Po e hapem kështu tezën. Po hapem kështu tezën për listat e deputetëve. Ju shihni, vini re diçka. Më ka bërë shumë përshtypje, po edhe po bëja një research një ditë, kot, për kuriozitet.
Po të shohish, ne kemi këtu në Universitetin e Tiranës kemi disa degë, ose shumë degë. Po shifja për ekonominë. Një debat, një profesor, a ka ndonjë profesor ekonomie, mërzotëri, që ka folur për krizën ekonomike shqiptare, që buxheti i gjithë buxheti fiskal bëhet në kurriz të qytetarëve shqiptarë dhe gjithë pasurit i shmangën detyrimeve fiskale të vendit, ose i kanë pothuaj seminar ka unë nuk e di, s'pa zgjeta po. Ajo që mënyra si shkon ti është gabim. Po. Sepse në parlament janë ato që e shikojnë dhe nuk flasin. E unukët. Jo, po thi edhe për profesorët, se tu kanë tradhtu elitat, por kanë tradhtu shqiptarët dhe elitat. Sot kanë ndryshuar kohët, pra, nëse në vitet 20, kishim gjithë elitën e kombit, asaj periudhe. Shkrimtar, poet, mos i marrim gjithë tani me radhë atje. Do ta pakzojmë emrin. Sot kemi profesor me grada, të cilët janë në parlament, sepse nuk flasin për qeverinë. Po është një fenomen tjetër. Do ka pa shumë për shtypje. Janë sa profesor. Parlamenti i vuvëve, që nuk flasin fare. Vuv rrin gjithkohë. Si thot populli. Janë dhe ca profesor, cilët mirë profesor apo pseudo profesor. Po tani ato mund të jenë, nuk e gjykoj unë atë. Se ka dhe profesor që kanë mbrojtur titullin shkencor me Stalinin, që figurë e madhe. Po, sa të dush, po, e di. Prandaj duhet t'i qartësojmë ca gjëra. Po ke edhe që i kanë plagjatura, 50% ke me kap me plagjatura. Ke edhe profesor që po t'ju fusish, t'ja u përkthesh në anglisht dhe t'ja u fusish në sistem të kontrollit, ju del ja kanë marrë një profesorin në Afrikë. Ke lloj çmendërirash, domethënë, po s'pi futemi kësaj gjë. Është relativizuar gjithçka. Kjo është problemi, se këta duan të relativizojnë çdo gjë, çdo vlerë. Parlamentarizmi. Por ka ca mirë që janë vetë këta, që po i shoh një listë për shemb. Shpallën kandidatët për X gjë. Këshillin kombëtar të radio televizionit shqiptar, po të marrë shembull kot. Shif lista del Jati dorën mjal, djali dorën baklava. Një nepotizëm i papare. Po ç'është kjo punë valla? Thjesht e lën trashëgimi. Ti e morë djalin, e bëre djalin, e rritë djalin, e shkollove djalin jashtë shtetit, me të mirat që të dha ky sistem. Tash le djalin të ecë vet. Le djalin të rritet, Beni e ka Kiçoblushi Beni ecën vet. Krijoi hapësira të për të tjerë. Ta shohësh dhe ti si prind, ai e plotsu si prind. Ai ecën Beni pa Kiço. Ai ecën po i ras pompën ai fup kudo. Nuk ka kuptim se edhe kjo është. A ka meritokraci ky vend apo jo? Në mirë që politika. Jo, ka meritokracia nuk ka lindur. Nuk e di në këtë vend. Po dhe kamër se ne privat nuk kena të punojmë në shtet. Ne jemi të dukshme. Ne jemi punojmë në media. Po pra, se tani vet atu pritorën që do hiqet te puna. Unë jam të pritorën. Për ne do ta kishim për nder ata nëse do ishim në pjesë të listës. Po problemi që këtu ka njerëz që punojnë me shpatlla me dierës, po problemi qëndron që këtu është tratu ose është komprometu çdo lloj elementi i cili shoqëria pretendon që mund të ketë një lloj ndryshimi. Këtu të shohësh njerëz, të shohësh nuk ke një profesor të Universitetit të Ekonomisë që ka një kritikë ndaj ministrit financave. Nuk e ke kund, nuk e gjen kund që ka këtu arsye për të bërë kritikë për nivelin. Tu ke shohësh profesorët urbanistikës, nuk dalin për me godit këtë sistem se si janë ndërtuar qytetet në Shqipëri, në Republikën e Shqipërisë. Të bashkosh bashkë një projekt të madh studimor nes profesorëve të ekonomisë për me bërë një analizë ekonomike të ekonomisë në qytet. Vendeve të punës, çfarë ekonomie ofron qyteti? Me mënyrën se si është ndërtuar qyteti, nuk i gje bashku, nuk bën. Pse? Prishen, ju priten fijet se janë të marrë peng gjithë, janë ka peng gjithë. Kupton? Është një problem i jashtëzakonshëm. Ishte një konferencë për mediat, Pash u mershin, u qoshin gazetarët që punoshin në televizion e kombëtar, kishin marrë me status ku jo kryetar. Jo prit. Dhe problemi më i madh i medias ishin portalet dhe gazetarët që punojnë portale. Këtu nuk e kuptojnë se problemi nëse ka media në Shqipëri, një problem e ka me pronësinë o zotri. Që ka vetëm Italia dhe për arsye ndryshme dhe Greqia e kanë pak a shumë ligjin si po këtu problemi më i madh është pronësia në media. Po u rregulluar ajo, rregullohen gjitha gjërat. Se media duke qenë një punë që punon me mendimin, ka shumë kapacitetin për të vetë rregulluar. Se mendimi nuk të pranon shterp, që ti t'jesh konkurrent treg, ti do t'jesh i ri, do t'jesh rinovues.
Prandaj media është gjithmonë është avangardë e sistemit, sepse punon me mendimin dhe me risin, me kreativitetin. Po pa diskutim riciklohet vetë. Problemi çfarë shkatron media? Shkatron ligji. Do shkojmë në Se publicitet. e merr kontroll, janë 3 familje kanë 80% të audiencës. Kjo është problemi i Shkojmë në publicitet dhe rikthehemi në pjesën e dytë. Të nderuar teleshikues, do të shkojmë në publicitet dhe do rikthehemi vetëm pas pak këtu në studio në vazhdon e diskutimit të nxehtë në lidhje me çështjen e listave. Jemi sërish në studio të nderuar teleshikues në diskutim e sipër me çështjen e listës së zgjedhësve, lista e cila do të votohet në zgjedhjet e 11 majit 2025. Është listë nga të gjitha kahet e politikës, e cila për disa ka qenë e befasishme, ndërsa për të tjerët pothuajse e pritshme. Të nderuar kolegë, në lidhje me çështjen e bllokeve, nëse analizojmë qark për qark, si ballafaqohen dy partitë e mëdha ose dhe partitë e tjera të cilat kanë emra në përbërjen e tyre të listave. Janë emra të cilat juve ju thonë ndonjë gjë apo? Shiko, lëvizja më surprizë për mua ishte zhvendosja e Luan Boçit në si Luciano Boçi. Po. Si pari në Shkodër. Që më duk një lëvizje që ndoshta kam përshtypjen që Partia Demokratike dhe Berisha duhet ta kenë menduar shumë mirë. Po flas edhe për faktin për ta hequr nga qarku i Elbasanit dhe për ta çuar në Shkodër? Mendoj që duhet ta kenë mendoj për personalitetin që ka ai si profesor, si politikan, si profesor, pra është figurë e cila kudo që ta çosh qëndron. Kam përshtypjen. Edhe nuk e di Eldari pse nëse jep një mendim ndryshe pse Luciano Boçi u çua. Ajo figurë të bëri përshtypje. Kjo bëri përshtypje. Pastaj për çështjet e tjera, hiq Tiranën, Durrësin apo dhe Vlorën, për tjerë nuk ka ndonjë surprizë në kuptimin që janë qarqe të cilat janë, le të themi, të vakta për PD-n. Dakor, edhe po analizojmë vetëm prizmën e opozitës, jo tjetër. Po marr për prizmën e opozitës. Okej, shumë mirë. Po. Kur vjen puna pastaj te majoranca, sigurisht ka ruajtur një fash të vetën të figurave kryesore, të cilën patjetër që e ka shkartisur në 12 qarqe. Jo, duke u dhënë atë peshën në dur, rëndësinë e vet në elektorat, edhe për shkak të punëve që kanë bërë këto vite, pavarësisht goditjeve që kanë marrë për baltjes, shumë prej tyre janë në SPAK, janë në tim, por kjo nuk i pengon sa kohë tonë që thjesht janë në tim, por nuk është se kishte ndonjë efekt surprizë për sa i përket mënyrës se si Rama mendon apo e shikon listën e besnikëve të tij. Pavarësisht se disave, sigurisht edhe për nevoja për t'i dhënë një qasje ripërtëritje në kuptimin e elektoratit. Ripërtëritje për kritere, po nëse do ta flasim më vonë. Po, kjo është atij nuk i duhet kjo, nuk i intereson fare kjo gjë. Jo, cili është kriteri që është përmbajtur, sepse më tha njëri në vazhdon e kësaj logjike. Njëri kishte vënë krevatin te Partia Demokratike, kishte fjetur një muaj aty, që me qëllim që të binte në sy kryetarit të Partisë Demokratike dhe ai nuk e kishte futur në listë. Tani, cili është kriteri që është përdorur nga partitë politike për t'i futur këta elemente? Unë mendoj që këtu nuk ka kritere, nuk ka kritere. Ati duhet 10 apo 15 figura kryesore, të cilët do mbajnë barrën e grupit parlamentar. Atje dhe pjesa tjetër pastaj janë thjesht për të shtuar numëror topi. Ato numër mollarët, ato deri në fund kaq. Kuptoj dhe se ajo që bëri përshtypje, po shikoja tani shkrime të ndryshme këto ditë, për atë që ishte lista e deputetëve të cilët u hoqën nga Rama atje. Se shumica prej tyre unë nuk i njihja. Realisht, nuk e dija që këta ishin deputet. Që qenë deputet. Po. Dhe kjo nuk ishte. Pra, deputetët të cilët nuk kishin përbërë asnjë lloj lajmi. Pra, përbërin lajm, sepse tani nuk ishin listën preferenciale të kryetarit në vazhdim. Por, kur bëhet ajo pastaj analiza e orëve të punës, se sa kanë folur në parlament, ta dilnin që s'kishin folur asnjëherë aty. Atu, para se të kaloj te Eldari, po do ta diskutojmë më vonë atë, në lidhje me vendosjen, besoj, një kuti matës për fjalimet e deputetëve, pavarësisht se është një institut shumë serioz politik i cili bën matjen e fjalimeve të deputetëve në parlament për gjatë 4 viteve, por mos do të ishte një kufi i cili
ta detyronte deputetin që përgjatë 4 viteve të paktën të mbante 4 fjalime, 1 fjalim në vit. Sepse gjysma e jetës parlamentare shkon me konflikte herë dhe jo përjashtoj, nuk mund ta bësh këtë. Fshihen brapa kësaj. Po, problemi, por ajo çfarë ngelet tipar themelu tek skanimi riorganizimi i listave. Realisht është një nga proceset më të vështira që mund të ketë një kryetar partie. Po pse? Po sepse është ankth, është tension, ketë bësh me fate njerëzore, ketë bësh me meritokraci të mos numëruara mirë, aktet e... Në funksion të fitores nuk ka problem fatet njerëzore, se nuk kemi institucion bamirësie këtu që të ruajmë raportet e fatet njerëzore. Por janë dhe raporte njerëzore që tani një kryetar i merr parasysh sepse ata njerëz bëjnë dhe beteja. Bëjnë beteja ndonjëherë dhe në interesat të kryetarit. Personale të kryetarit familjare dhe do ekzistojnë afeksionet, ne nuk mund të shmangim dot natyrën njerëzore. Por një kryetar i ftohtë, një general i ftohtë, i cili do të sjellë fitore, e kalon këtë moment dhe kjo është madhështia e një lideri. Por çfarë tregoj kjo lidhje? Për shembull, po të marr listën e Lezhës, të dy qargje, të dy krahave politik. Lista e Lezhës e ka, për shembull, tek PS-ja Ulcimania dhe Ermal Paca në listë mbyllur. Mish-dysh. Tek PD-ja janë Ulcimania. Tek PD-ja? Po, tek PD-ja Grën Gjekmarkaj dhe Elda Hoti. Të dy nuk janë, por qarku i Lezhës ka një specifik se 80% e qarkut janë mirëditor. 80% e qarkut janë mirëditor. Qarku në të dy krahat përfaqësohet në listë mbyllur, përfaqësohet nga njëri Dibran, tjetri Malsor, dy tjerë malësor. Pra nuk janë pjesë e komunitetit mirëditor. Kjo, për njës vërtetës, kjo nuk është as elektorali. Sepse çfarë? Që ti është elektorali, ti do të përfaqësohesh i herë pikëpari nga shumica e njerëzve që janë qark. Ti në një qark në një qark katolik, në një qark ose në një shtet katolik, ti nuk mundi që është kandidat presidentit musliman. Nuk do. A është mbajt parasysh ky kriter? Nuk është pra ky kriter. Jo, flas vetë kryetarët e kanë menduar kështu, a kanë gjykuar kështu. Pyetja është pse ka ndodhur kjo. Unë jam i bindur thellësisht që Edi Rama nuk e njeh kush është ky Ermal Paca. Mund ta ketë pa në herë kështu. Ja kanë çuar në Turancë. Po, ja ka çuar sepse janë kryetari i Bashkisë Lezhës, i cili përfaqëson interesat e kryetarit të Bashkisë Lezhës dhe këta kanë kthyer, këta janë shndruar si baraktarët e dikurshëm që ka pas Mirdita. Edhe çojnë sejmen të tyre në kuvend. Pra e kanë shndruar këtë krahinën, në qoftë se ekziston mreti, Ahmet Zogu, siç është Edi Rama në këtë rast, këta janë dhe këto baraktarët e vegjël, cilët dhe këta duan të kenë atë dorën në tavën e tyre dhe të influencojnë interesat e tyre në mënyrë permanente. Dhe këta njerëz janë thjesht sejmen, dhe kjo tregon që i gjithë ne pretendojmë që jemi në demokraci, ne pretendojmë që të ketë dhe një meritokraci, mos ketë edhe fyrje në këtë rast, sepse Mirdita, në qoftë se të kalojmë nga PD-ja, Mirdita i dha Bashkinë kohën më të vështirë Sali Berishës dhe e numëroi si sukses Bashkinë e Mirditës në kohën kur s'kishte asnjë gjë, ishte element i suksesit. Pra tashmë ti si lider, ku e ke mirënjohjen ndaj një komuniteti i cili për hir të vërtetës prevalon në ADN-n e tij thellësisht antikomunizmin, që vetë Partia Demokratike ka një nga shtyllat kryesore për përfaqësimin e antikomunizmit në hapësirën e saj. Ku e ke këtë gjë? Nuk është e përfaqësuar. Po ku s'mund ta kesh përfaqësuar në nivel? Ti përfaqësimi është kur ty të dha Bashkinë dhe ta dhanë ata mirëditor. Ti nuk e përfaqëson atë. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që për interesa krejtësisht të ngushta, ke arrit, i ke mbyll syt përballë një mirënjohje shumë të madhe, që përballë një detyrimi shumë të madh që duhet ja jepti atij komuniteti. Dhe në fakt, kur ka ndodhur foltorja, që të jap dhe një detaj tjetër, mirëditorët e kanë pritur Sali Berishën dhe demokratët e Mirditës e kanë pritur në mënyrë madhështore. Në mënyrë madhështore. Po dhe nëse si ja ka dhe i dhanë, për mos mjaftuar kjo, i dhanë dhe Bashkinë. Kavajën. Fitoi Bashkia, e numëroi si sukses Kavajën. Realisht ka dhe interesa ekonomike shumë të mëdha që për hir të vërtetës dhe po e suporton Partinë Demokratike. Dhe dyta, kandidati që ishte nga Kavaja doli fitues në primare në Tiranë. E refuzoi, nuk e pranoi, nuk e futi. Donte në listë të mbyllur. Donte, po kjo është respekti. Sepse kandidatët e rinj, emrat të rinj, cilët demokratët i duan, a e bëre primare zotëri.
E futën statutin e partisë primare. The që nga primare do njësi formimi i lije. E the në fjalimin e tij të foltores tha nuk do të jetë kryetari që do i zgjidhë kandidatët për deputet. Po do i zgjidhni ju drejtu Sallë dhe Salla dua Trokiti. Ore, Tani çfarë ka ndryshuar? me që jemi të listat e mbyllura dhe të çfarë ka hapura. ndryshuar? Ilir Meta bëri gjestin më kalorsiak. Dëgjoj, lutem, një sekondë sot do dalë aty. Lutem vetëm mos më ndërpret. Sa shumë e rëndësishme kjo që do të them. Për mua, flas. Ajo çfarë bëri Sali Berisha dhe unë kam thënë gjithmonë kudo, kam thënë që primaret janë një gabim. Për çau Sepse partim. nuk mund, po jo për çau partim, krijon nuk e hapi, nuk sjelli primaret atë që ti programon se do sjellin. Pra hapin e partisë, vinë element të ri. Do vinë element të ri. Si do vinë të ri kur ata e njohin njëri tjetrin aty, po. Vetëm konjunkturat janë konjunkturat e brendshme që i ndërtojnë këto. Dhe kjo është një gabim shumë i madh. Ose mund ta ndodhi ajo që ka ndodhur në Itali, për shembull me Partinë Demokratike të Italisë. Zhvilluan primaret ato, filluan kandidatët, partitë rivale, filluan duke suportuar, duke qenë njerëz dhe duke paguar edhe njerëz që të suportonin kandidatët më pa peshë. Dhe realisht fituan në primaret, fituan kandidatët më pa peshë. Bëri korrigjon nëse kam gabim. Ja, të lutem. Mal Saca ja ka qenë kryetari i freshit të Lezhës. Po. Atëherë do shikoj tani. Se kjo është ajo domethënë hermafroditët e politikës në Shqipëri. Kupton? Të cilët se ky është numri 2 në Lezhë. Pra, ka qenë nën kryetari i Bashkisë Lezhës që është shumë i rëndësishëm dhe ka pas disa detyra shumë. Ka pas disa detyra drejtori i portit të Shëngjinit dhe drejtori i portit tani dhe drejtori i Ky lloj hermafrodizmi në politikë që u pa edhe këto lista, po ta shikosh me vëmendje. Pra njerëz që kanë shërbyer PD-s për vite më tëra, të cilët tani kalojnë tek lista e PS-s apo nga lista e PS-s kalojnë. Jo, Ermal Paca ka qenë gjithmonë PS, i freshi. Po pra, është numri 2 tani i PD-s. Jo, i PS-s. Sa ndjes, pas Sulsimanjes. Numri 2 është Elda Hoti. Numri 2 është një femër se ka dhe kodi që duhet jetë një. Këta kryetarët e partive të mëdha, pse nuk guxuan të bënin gjestin e Ilir Metës për të dalë edhe këta vetë në listë të hapur në Tiranë? Qoftë Rama që premtoi, të lutem. Qoftë Rama që premtoi që tha unë vetë mund të dalë në listë të hapur, qoftë Berisha i cili edhe i kishte të sigurt fitoren, se në fundit sipas ligjit elektoral mund të zhvendosë një person tjetër dhe zëvendësonin direkt ta. Këta kanë frikë se marrin një votë ndëshkuese gjithë pa kënaqësinë që ka akumuluar qytetarët, po për çfarë arsye? Dhe gjesti kalorsiak i Ilir Metës është për të përshëndetur. Nëse duket sikur unë jam surprizuar me gjestin e tij, realisht nuk mund ta edhe nga burgu madje, nuk mund ta imagjinoj që mund ta bëjë duke mos arritur që ai ka treguar një fiber leadershipi duar tek elektorati dhe mori guximin. Një fiber se marrin guximin. Ja ta tregoj unë sepse Edi Rama nuk e ka bërë jo se Edi Rama ka frikë atë se. Po për çfarë se ka bërë? Për çfarë? Po mirë, dakord. E ka bërë për mos të zënd vendin për të krijuar hapësirë të tjerëve në listë hapur që të marrin grumbullojnë votë. Po lista hapur konsiderohet deri tani det i hapur ose det të hapur, kështu e konsiderojnë. Mund pretendote që të gjitha votat mund të shkoshin në listë hapur, mund të shkoshin shumë nga kryetari dhe kryetari mund të merrte shumë vota dhe nuk besoj të jetë kjo arsye. Arsye këto kanë dhënë si arsye sepse nuk ka asnjë arsye tjetër, thjesht për mos për të penguar. Po do jepte një mesazh në mendimin tim. E dyta, Berisha mendoj që nuk e kanë as Rama as Berisha tashmë në gjendjen ku janë dhe si ndodhen për të marrë votat e duhura për të nxjerrë deputet. Problemi është tek partitë e tjera. Sepse Berisha ka 35% zyrtarisht elektoratin e djathtë. Nuk është problemi këtu dhe ne tani nuk mund të mohojmë. Berisha ka 35% të gjithë demokratëve. Elektorati djathtë i ka Sali Berisha i ka personale, vota personale dhe nuk rrezikon këtu ai. Për i gjithë problemi qëndron tek Ilir Meta, sepse Ilir Meta ishte në kushte tepër të vështira dhe vazhdon të jetë në kushte tepër të vështira. Dhe Ilir Meta ka bërë një akt prej leadershipi, për një kryetari realisht partie siç duhet të jetë kryetari i partisë. Aktualisht ndodhet në burg. Me akuzat e caktuara që ka. Por ama, nuk mund njohojmë, ka qenë presidenti i Republikës së Shqipërisë, ka qenë kryeministri i Republikës së Shqipërisë, ka qenë kryetari i partisë më të madhe, ka qenë kryetar kuvendi, ka qenë dhe kingmakeri i politikës shqiptare. Pakën 2 mandate. Dhe ka bërë një sfidë. Ka bërë një sfidë. Mu duk gjesti më kalorsiak. Në qoftë se unë nuk dal deputet, atëherë
domethënia e gjithë akti i tij është me leni aty mburg, se nuk ja vlet dal. Kështu do lexohet. Unë mendoj që ai lehtësoi një mbarë shumë madhe Berishës. Opozitës? Po patjetër. Pa diskutim. Se la hapësirë për një emër. Jo, thjesht këtë. Sepse Jo, për. Si do prezantohet në elektorat? Akti. Ja ka lënë popullit për ata zgjedhje popullit, qytetar. Sepse edhe ecuria e tij, në këtë fazë ku është e time nuk dihet se çfarë do sjellin në vazhdim. Edhe sigurisht domthonjë që prania e tij në listë risk i madh, risk i madh patjetër. Dhe prania e tij në një listë të mbyllur, patjetër domthonjë që edhe me ato ngërçet e veta që ka si figurë. Edhe problemet që ka vetë opozita. Pra, sepse opozita predon që të vinë në pushtet, por ndërkohë pakënaqësia edhe në opozitës është me figura të caktuara, është thellë, është dukshme. Por në krau tjetër është spaku që nuk mund neglizhohet. Pra, njerëzit kanë përçori shumë të mëdha ndaj spakut. Pra, vetë meta është midis doktorit, spakut, opozitarizmit, gjendjes së tij, ai nuk në këtë aspekt nuk ka dashur ose ka zgjedhur mos bëhet një barr për opozitën në këto zgjedhje, duke u futur listat e mbyllura. Sepse unë mendoj domosdoshmë që në atë vend ku është Ilir Meta në listë, ka së listën e hapur, unë nuk mendoj domosdoshmë që ai e ka bërë këtë për të pompuar elektoratin e vet. Elektorati i partisë elektorati tregon që reagon dhe voton për njerëz që gjenden në pozita optimizuese. Elektorati i partisë rasti i Belerit. Elektorati i partisë të Lirisë nuk është shtuar me kalimin e viteve. Ai ka ngelur një status quo të caktuar. Diku midis 80.000 dhe një fashe 100 apo 110.000. Në mos gaboj. Po tash jemi në kushte të tjera. Jemi në kushte të tjera. Por unë nuk mendoj domosdoshmë që do shtohet përtej nëse do jetë fasha midis 80.000 dhe 110.000, do shtohet përtej kësaj fashe. Duke qenë se Ilir Meta zgjodhi të ishte listën e hapur. Ndoshta ai mund ta ketë bërë që të paktën minimalisht të ruaj një lloj aspekti ose status quo tek besnikët e vet. Por unë nuk mendoj që Partia e Lirisë do rritet, do ketë. Po jo, nuk është kjo. Nuk është kjo se do rritet Partia e Lirisë. Meta e para punës është ajo që the ti dhe jam plotësisht dakord me atë që. Jo, sepse vetëm diçka. Se ai mund të dilte direkt nga burgu ama. Akti i Ilir Metës. Në listat e brendshme. Sepse edhe dy, shiko tani. Edhe dy do ishin shumë për opozitën. Pra, edhe doktori që është në tim, edhe Ilir Meta që është që kryeson listën. Dy do ishin sforca shumë e madhe për një parti që të kishte dy në listën e mbyllur. Lista dakord, lista mbyllur, por ato në thelb ngelen deputet Partisë Demokratike nesër nëse zgjidhen. Si qoftë listë mbyllur, jo thot aleatët janë të aleatëve. Jo, listë po si mbyllur si të hapur më zotëri. Meta do dali deputet. Do të jetë deputet i grupit parlamentar të opozitës, Partisë Demokratike tani, dakord. Atë mos ndodh ai çudi që të çojmë prap majtas. Nëse spaku do godasi, natyra e elementi shija e hidhur, shija keqe ngelet në gjitha rastet. Por pa diskutim e ka lehtësu, i ka dhënë dhe hapësirë të vetëve dhe pak a shumë e ka çliruar nga barra se në fund ka futur dy elementë të ri. Si Risa Gjigjo, si Tedi Blushi, janë personazhe të cilët nuk kanë. Po dhe Risa vetë është kontaminuar. Për shkak të babait, dakord. Në një lloj mënyre, e kupton. Çfarë fabule? Po megjithatë, demokracia fajet i ka bë babai, nuk mban djalin. Dakord. Ajo është aktualisht është ka bëjmë lloj familiaritetin e një partie. Nëse keni qenë vëmendshëm këto ditë, e keni vënë re çfarë po bën spin doktor, po ngre fabulën që po thotë që brenda radhëve të Partisë Demokratike të opozitës kanë penetruar kandidatë që vinë nga e majta dhe nesër pas nesër mund ta tradhtojnë në momentin më të parë dhe mund t'ia çojnë votat. Kjo është edhe qeverisë. Ne folëm. A është pikë pyetje për të marrë në konsiderat? A është ne thamë dhe që parë për ky trafikimi lëviz majtas djathtas. Ne thamë që parë se ka hermafrodit që lëvizin në momentin që bëjnë listat, ka nga ata që lëvizin gjatë kohës që është janë mbyllur lëvizin brenda parlamentit, brenda kutisë së kuvendit. Për shembull për listën e Tiranës. Po ti ke për shembull në Kukës, ke një PD-s i cili ka qenë PD-s, po. Ka qenë PD-s, i ka shërbyer PD-s dhe ka kaluar tani në krahun tjetër, apo jo? Po. Ka qenë deputet në ditën për diell. Alban Zaneli. Ka 2-3 tjerë. Atje që kanë bërë të lloj lëvizjesh, pra qenie që nuk kanë vetëm politike nuk janë.
Po të dy palët i pranojnë ama. Pra, hapin s'ka një inteligjent. Ata mund të quhen matrapaz. Ja deformimi sistemik. Jo, ka të bëjë me shtullën kurrizore. Janë gatshëm të pranojnë. Për shembull Rama ka pranuar një TLS-is në radhën e veta. Nëse një ditë do ndodhte që unë drejtari me këtë emër që kam, edhe të kaloja në krahun tjetër, nuk kam bindje mia politike. Atëherë unë i bie që unë nuk kam pasur asnjë lloj filozofie. Po sepse tani unë duket ka i gjë këtu. Ose ata kanë kuptuar ose era e paras, ta njerëz nuk di bëjnë asgjë tjetër në jetë, dhe vetëm gjë që di bëjnë është era e zyrës. Napoleon Bonaparte në vitin 1804 u shpall perandor se tha kështu donte plebishiti. Më votuan, tha më kërkuan, pra Gjose Fushen, ata kanë lexuar Gjose Fushen, Stefan votuan 1804. Unë nuk doja të zgjidhesha perandor, tha, por populli vendosi kështu, edhe në mënyrë plebishitare vendosi që unë të perandor i madh, shumë mirë. I madh i Francës. Tani jemi në kushte të tilla që këta e përligjin gjithmonë veprimin e vet, pa të ndërprerë. Jemi në dy kohë të ndryshme, e para nuk kishin krijuar akoma do sa kishte filluar krijojë nocioni i kombeve. Nuk krijimi i partive ishte akoma larg. Sepse bëhet fjalë për gati 8 vite përpara se konsolidohen partitë e para. Dihet në Angli 50 vite përpara, kështu që jemi në situatë tjetër tash një herë ku ti del, shkon përpara elektoratit si djathtë apo si i majt, dhe pa pritur një ditë, ti bëhesh i majt. Pa ata e kuptojnë sepse ka përcen Ylberin? Kjo është kalimi i Ylberit. Edhe kalorësit e mëdhej tani, edhe ata kalorësit e mëdhej bëjnë biznese, ndoshta bëjnë biznese, dhe ata kanë kuptuar përderisa që nga biznes kjo punë mos bëjmë ndonjë. Jo pa qëllim e ngrita si pyetje në fillim, nëse ju ishit vëmendshëm, që thash cili është kriteri që këta kanë përzgjedhur. Fjala vjen në listë të mbyllur që ka bërë Rama për Tiranë. Se unë shumë mund të kuptoj, që kanë mbajtur qendrime publike mbrojtje ndaj qeverisë. Unë mund të kuptoj unë mund të kuptoj për shembull Vasil Seriovskin. Dakor, mund të kuptoj dhe Evangel Duren. Dakor, sepse ata mbrojnë komunitetin e vet, po. Edhe komuniteti tyre nuk është as i majtë as i djathtë, ka interesat e veta kombëtare. Sigurisht, do të shohim ku merr ofertë më të mëdha. Ashtu, pavarësisht ikja NATO-n, Arratia, si Ikanak. E kupton. Për të marrë, po sepse nuk ishte në listë. Po pra. Pikërisht. Vajti e fusin në listë, pse? Po pra, pikërisht pra. Po pra, po ikja kështu nga Alianca Madhështore. Shko pastaj tek gjithë. Është faji ati tani. Patjetër. Është faji ati që ka kriju koalicioni. Jo ati, ai ka drejtën për me pa interesat e veta. Kam përshtypjen që edhe të tjerë po ti vjen efekt. Ai nuk bëri koalicion parime. Po ti si më pra. Pa e tham këtu ne, çfarë ishte lista për 25 partish ishte koalicion parimesh? Se ne diskutuam deri më parë se s'duan të rikthehemi prapë. Po nuk është pra koalicion parimesh. Po këtë po them. Pse do ta bënte ai këtë gjë? Ata lidhje fare. Ata janë të gjithë makiavelik në formimin e tyre që qëllimi justifikon mjetin. Të gjithë veprojnë në të njëjtën mënyrë për të arritur qëllimin e vet, për të maksimalizuar votën dhe për të marrë sa më shumë nga këto partitë e mëdha, ata bëjnë çdo lloj veprimi. Mos u çuditni nga asnjëri për kryetarin e partitës. Mua më çudit vetëm kriteri që është përzgjedhur për të futur në listë të mbyllur njerëz të rinj, të cilët duan të futen në politikën shqiptare. Dhe për disa është thënë që është përdorur kriteri servilizmi. Për disa është thënë që është përdorur kriter nepotizmi. Tani, për mua çfarë ju bie ju më shumë në sy? Për mua, pse për shembull këta do jenë eunukët e radhës në parlamentin e Shqipërisë. Sepse po të donte një parti, po marr këtu qoftë PS, qoftë PD-n, të gjithë ato personazhe që sot janë në listën e hapur, fillimisht do të kishte hedhur tregun mediatik. Dakor? Sepse aty ka mjek, ka inxhinier, ka plot larmi temash. Edhe ta njihnin më mirë opinionin publik. Patjetër. Unë surprizohem shumë nga Reldari, që më tha shumë që në Shkodër ishte një Novartis apo jo. Po, Klitio Hodiceu. Po mirë, tani firma farmaceutike më e famshme në botë, 20 vjet mjek, me periudhë mjek, është njeriu i cili e ka për të shërbyer dhe jo për të marrë. Po, s'ka imazhi publik Partia që ka bërë shumë mirë që e ka marrë të kandidatin e ka hedhur në Shkodër. Po mirë, unë në Tiranë. Nuk du ta njoh për shembull CV-n e këtij njeriu pra unë elektorati gri. Ne mos shërbes për gjë tjetër, shërbes si shembull. Jo, nuk është si shembull. Unë do të çohem, nëse ky është njeriu i cili ka dhënë gjithë shërbimin e tij në një kompani kaq të madhe. Ja, famshëm, më e madhe në botë. Po, unë elektorat gri. Dakor, jam në Tiranë. Nuk votoj në Shkodër. Po jo, ka dhe gjë tjetër. Unë do të çohem në mëngjes dhe do votoj për partinë tënde. A është kjo një votë shtuar? A është një vot double? Kjo imazhi. Po pra, është një vot double kjo.
Pra, vërtet nuk jam në Shkodër si votues. Po pra, unë jam në Tiranë. Po kjo Po është drejtësi shumë e mirë kjo. Kur ajo si qytetar, Po pra, ajo si qytetar, që unë të shkoj. Pra, si e fton ti, më fal, si unë për shkak sot e mora vesh, ja këtu e mora vesh, që ky njeriu ishte një personalitet në fushën e vet. Kjo do të thotë që PR-i ose marketingu politik. Marketingu i PD-s është inekzistent në të gjitha gjërat. Efektet po e shoh vetë efekte. Mua shiko, mua nuk më ardh, shiko, themi gjë. Mua si drejtar, më kujtohet Rudina Seseri dikur, një deputete e partisë, më fal se deputeta, dhe u bën një marketing i fuqishëm për të. Vjen nga banka botërore, vjen nga një bankë në Amerikë, ishte nuk e di. Ishte shumë dhe me promasa shumë të mira ju shit opinionit publik. Jo vetëm ajo, po u bën një operacion shumë i thellë marketingu për figurat ta them unë. Unë kam 20 vite në këtë treg. Dakor? Kam peshën time në media. Dhe mua nuk më ardh dikush, as Agron Shejaj, as Adreti Klapaj, as doktor Berisha, as Krauji i Majt, më thotë që lutem te inxhinierin, e kuptoj, i cili është inxhinier. Do të thosë pse s'm kanë ardhur të thrasin për deputet. Jo, kuptoj, kur mos arçin, e kuptoj, nëse nuk e meritoj, se nuk dua të, e kuptoj. Se nuk vuaj nga kjo lloj. Po, e mi kuptosh. Por të vinë dhe të thonë që shiko këtë inxhinierin i cili më vërtet vlen dhe i duhet sa shoqëria dhe që do dhe të vinë ma provo. Me qenë fjala dorë sepse këta mendojnë. Dorën zemër studion e kanë hapur. Sepse këta mendojnë që edhe promovimi duhet vinë në vit bakshishit. Pra, duhet paguash, do që ky jo më vllaj, nëse shërben shoqërisë. Se po unë u futa dhe një gjë për këtë kandidat që këtë se ka as nuk mund ja gjesh këtij. Ky ka kthyr për shembull liçenin e Shkodrës, se ka kthyr aktivitet kulturor dhe bën një nga kampionatet e tenisit në Shkodër që më të përvitshëm, kampionat tenisi në Shkodër. Ka kthyr ditën e liçenit të Shkodrës, se ka kthyr fest rajonale atje. Është një personazh me shumë vlera për shoqërinë. Edhe prometoj. Pse duhet ta mësoj shumë shpejt. Po pra, pse duhet ta mësoj sonte për shembull që është një personazh i tillë. Po jo, është gabimi i PR-it sepse PR-i merret me budalliqe. Sepse problemi është kur ti lista pikërisht në prag të kësaj shprehjes, në fund fare. Jo, ka qenë përcaktuar me kohë, po se kemi njoft ne. Një sekond, përcaktuar para kohë, unë do ta di domethënë që ky një ditë do jetë kandidat për ai nuk është qenie politike, është apolitike apo jo? Jo, krejtësisht nga shoqëria civile. Shoqëria civile. Po se ti nuk ma sjell mua këtë, si do jo, do ta joft në Jo, s'ke kënjë. 30 minuta përpara se të kemi mbritur në fund të programit. Faleminderit Dritan, faleminderit Eldar. Të nderuar teleshikues, mbritëm në fund të programit edhe për sot. Ju falenderojmë që na ndoqët. Bashkë mirupafshim të shtunën e ardhshme.